Gardocë i Kupshit. Dhe duhet të pranishëm, familja Gashi, një familje dëshmor për vlerën njerëzore dhe kombëtare shqiptare, dhe në emër të Zotit të gjapit të dëshmorëve, në shaj respektit për ju të pranishëm, për shokët të punës, për veteranët të RSHK-s, që në shaj respektit për vëllezërit tanë të Shqipërisë, që japin zemrat dhe dyert të shtëpive dhe na shërhuan atëherë kur barbaria shërbëtare është atë që ka qenë shqiptare. Pra familja Gashi sot ka vendosur të arreshtohet nga ato familje të viteve 90-ta, ku kontributi i tyre ishte jashtëzakonshëm nga kauzën kombëtare dhe ndërtimin e shtetit të Kosovës. Andaj, ftojmë familjen Gashi që ka zgjat dorë pajtimit të bashkimit kombëtar, familjes Demër nga Gardocë i Kupshit. Dhe në fund, në emrin tim personal, dhe në emrin e televizionit kombëtare shqiptare për pajtimin e xhaçën, dhe në emrin tuaj falenderoj familjen Gashi, në krye me hoxhën e Rrugës Vallako Gashin për këtë gest fisnik njerëzor shumë kombëtar. Ndërsa Reqen Zoti është me xhenet, familja Sapër të Qendrës. Praftoj familjen Gashi dhe familjen Dema që të marrin pajtimin prezent para kësaj mosë për të kësaj audiencë. Yes, lei se capo. Mia, yes, mia, ja. Capito? Perché il giusto. Se lei se capo. Se capo, se capo tutto diciamo. Poi sono dietro. Poi si può fare. Falenderoj familjen Gashi për një gjest në tjetë të delë për partimit të një kombëtar, shkalla sotë i sërdimet, shkalla sotë i me koshë dëmarë, e të shkalla sotë të gjithë. Po vazhdojmë pjesën që në